A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pra mi lexojmë disa vlera të muajit të bekuar Ramazan nga Ihya Ulumiddini i Imam Gazaliut. Son Imam Gazaliu i vjetër apo imami i madh. Dhe e përfundon bash aty ku thoshte, nëse Allahu Taala në Kur'an që thotë, nëse ju i ndihmoni Allahut, edhe Allahu do t'ju ndihmoj juve. Prandaj Imam Gazali na mësoi një parim shumë të rëndësishëm. Fel bidaye bil juhd min al abd wal jaza bil hidaye min Allah. Bidajeti, do me thënë fillimi me punë, me aksion i takon robit, ma pas shpërblimi me hidajet, me udhëzim, është i Allahut. Dhe që këtu e lam dersin son të inshallah do vazhdojmë. Allahu Teala thot në Kur'an, surja Muhammed, surja Ankebut, më falni, Esta'idhu billah bismillah, walladhina jahadu fina lenehdiyannahum subulana, sadaqallahu alazim. Walladhina, ata që jahadu fina, që vjen nga rënja e njëjtë, gjuhd, bon gajret, lëvizën, fillun, punun, nëse duhet edhe luftun, fina për neve në rrugën ton, lenehdiyannahum subulana. Neve ata njerëz do t'i udhëzojmë në rrugët tona. Çka do të thotë në rrugët tona? Neve e dim se Islami është një rrugë, siratal mustaqim, atë që bëjmë dua në çdo namaz në surën El-Fatiha. Pra mishim misafir me një xhami, shif kryetari juj shumë bukur e bani një ftesë me shku të xhamia numër se ishte 12, po më falni, se ishte një misafir shumë i nderuar, Hoxha Ahmet Mehmedi, dhe si me u marr vesh neve. Nuk kemi fol as telefon as kurço. Dersi nuk këtu që e mbajta, sigurisht që e kanë në nivel shumë më të lartë se unë. Mirë po, koncepti, aty ku donte Hoxha i nderuar të prek, ishte pothuaj i njëjti, si me bo me llaf në vetë. Ashtu është kur e ke zemrën, niyetin në një vend. Nuk miremi vesh neve o xhallar, ta ma shkojshin gjysh fjalët e njëjta. Si thoshte, duhet me vazhdu, duhet me punu, mos me undal. Pastaj Allahu Teala ta jep shpërblimin. Ja edhe këtu. Ata që do luftojnë, një do luftosh me veten tënde. Do thosë vetja jote ballbe që nia fale teravi. Çdo natë erdhe në xhami. Ha? Që tash për shembull juve që këtu që jeni, e shoh se çdo natë vini më herët, tani tregoni shumë të mençur që i shfrytëzojnë këto dakika të bereqetshme. Se jashta, edhe jashta Ramazanit do i kalojmë këto dakika. Ama teravia nuk do ketë mas Ramazan. Derse për yatsi në teravi, si e bëjmë tash, nuk do ketë. E tash juve e bëjni që këtë gjuht, e bëjni që këtë gajret. Andaj Allahu Teala do t'ua kthej si hidajet. Ku e dish fjale që këti gjunafqarit? Mund të t'hyje që këtu. Zbresen zemër, e në ma për e bësh një korrigjim në jetë, shohish hajrin. Subulena, rrugët tona, pse rrugët tona, pi aty erdhëm. Hoxha Ahmet tha, neve nuk jemi të devijuar, neve nuk jemi dalet prej rrugë, ama Allahu Teala na mëson çdo namaz me ulut, ihdina siratal mustaqim. O Zot, na udhëzon në rrugën e drejtë. Po pse nuk jemi të udhëzuar rrugën e drejtë? Pejgamberi alayhis salam e ka bërë këtë lutje në namaz. Haj neve të themi kemi gabime. Pejgamberi pa gabime e ka bërë atë lutje çdo herë në namaz. Ajo do të thotë me bë devam, me vazhdu me këmbëngulje në atë rrugë, e kur i thush Zotit, o Zot, më udhëzon në rrugë të drejtë, ajo është një, Islami, më udhëzon në rrugë të drejtë, iç më kje gale a gjenë, unë jam berbat, i qudita këto në rap, lirohen të, e di unë e gji hekësh. Në udhëzon në rrugë të drejtë, do të thotë, ja Rabi, ma bëj nasip të vazhdoj në këtë rrugë të drejtë. Se e lexuam edhe ajetin dersin e kaluar mbrama, po, Allahu Taala nuk ja ndron gjendjen një populli përderisa ata nuk e ndryshojnë veten. Dhe kjo është katëdianët si ta marrish. Do me thënë, nëse nuk bësh një hap për rrugë pozitive, Allahu nuk do të udhëzoje. Ama edhe nëse je në udhëzim, nëse nuk e ndrojsh veten, Allahu Taala nuk do të ndroje.
Do me thënë, nëse vazhdojsh në udhëzim, nëse vazhdojsh herët veç në xhami, mo dalish për jashtë, mo harxhosh kohë pa lidhje, Allahu do të ruajë në udhëzim. Nëse ndryshojsh veten, unë me vite kom fal namaz, po si pash hajrin me prej dalen unë pak një kruk. Shumë një qissa i thunë ngjarje, një anekdot shumë të bukur e përmendi pram hoxha andi. Ma boft halal pak huazoj diçka se ishte vërtet një fjalim shumë prekës. Me një qitap e kom pa, edhe hoxha qatë përmendi, për dy persona, dy shok të ngusht. Njëni nalt në shpinë e vete ka bo ibadet ditenat, ai tjetri poshtë ndër shtëpin ka pas një han, një lokal, një mejhane, një kafeteri, si të themi, me harame aty. Dhe çdo ditë çashtu. Vllau, shoku i madh, a gjenal bëj ibadet, ky më i riu te poshtë gjunafe. Dhe çdo herë ki nal që është e ka këshillu, mos bese kështu zbon, mos se kështu zbon, tamam e ka bo vazifen e vet. Mirë po, çajo, me vazhdu në rrugën tonë, në rrugën e drejtë, dhe me kërku këtë pe Allahut. Një natë që e ndryshon njeri. A i tu lujt poshtë gurës, a i tu e ngaren gjokerin të mshele dhe kush hupën pagun të luja, apo tu im qef kartat kështu, moja diktojsh hantina e ka bo, i shkon dërment edhe sa dhe vazhdoj bë unë e kështu. Shif në zemër që aty në njetë e bo një atë gjuht, atë gajret, atë ndryshim. Dhe Allahu ja lishoj me një udhëzimi. Prej që shkoj nalt të asho vllai jem pak, e shoku jem i dashur të më ndihmoje e në unë bëjtë një ibadet. Bashkë ato sekonda, edhe ai nalt që ka qenë tu bëj ibadet, e kalon për brenda një ndryshim. Sa vjetë e në unë e bëjë një ibadet, si ja pash hajrin këtë zhivoti, apo kësa jetë. Hajtë shkoj e në unë e pak poshtë të asho vgjibën e i shuqia. Ki hipën nalt, ki zbret të poshtë, ati nalt, si ti pengohet kama, bie mbaj këtë të poshtë, të ditë përplasen, të ditë vdesën. Shif, me një ndryshim, i kapi dakika e fundit. Këtë nga gjunafet e kapi tu shku me bo ibadet, atë nalt pin një ibadet e kapi vdekja tu shku me bo. Shif që e ndryshimi. Allahu mona ndryshoft zemrat ja Rabi, mos në largon nga xhamijat, nga derset, nga uxhallarët, nga akidja e sunetit, nga ibadeti ja Rabi. Ka të dijanë të kjo. A nga rruga e keqe, kur e ndryshon veten, bëhet për pozitiv. A nga rruga e mirë, nëse ndryshon veten, bëhet negativ. Thek me ditë e hajthën kësaj. Allahu na boft për në rrugën e hajrit. Subulena, e udhëzojmë neve në rrugët tona. Çka do thot rrugët tona? Një është Islami. E udhëzojmë në veprat që mund t'i bëjnë rrugët tona. Dë fale namaz, dë fale teravi, dë fale namaz nate, dë shkoje në iftar, misafir, dë shkoje dhe kund, që hajde unë e themi, ders dë mbaje, dë njoftohet me njerëz shumë të bukur, shumë të mirë, që t'i bëjnë sajgi, 3-4 ditë nuk e shef njeri gruan apo familjen, do shtajnë do ketë fesate në shtëpi, unë e dë bojmë sebeb, hoxhallarët mo janë bo sebepën e të përlajnë njerëzit në shtëpi, Allah i na falë, ama që këto rethane jetë, më shemë që të bëjmë. Sahabët xhamat, kur kanë dalë namaz sabajt, ta falin sabajn me pejgamberin a.s. e kanë pas një traditë shumë të madhe. Kanë marrë halal lek për gruas. Ma bon halal, ndoshta nuk do kthejnë në shtëpi. Pse o burr? Po ma boni pejgamberi a.s. Ti sot do shkosh në Siri atje dhe përhapish Islamin. Te qetri do shkosh në Maqedoni atje dhe përhapish Islamin. Ai qetri në Austri do shkosh, më thon pejgamberi, s'ko mune afakat kthe edhe një në shtëpi, hajde ma bon halal. Pejgamberi më ka thënë, më njëherë do shkoj. Çfarë vetë dije ja. Neve ato soni bëjmë, ama çe, afrohemi të paktën. Afrohemi të paktën. Ma qojni e pan këto shokët, me zama, qojni mesazh. E në mund brend shpejni i vogël, bëjni duani edhe ajtë bëhet i hajrit, në ajtë bëhet i xhamijave. Që subulena në rrugët tona, me shpërblimet mdhaja, shumë veprat i bon nasip Allah, shumë sevapet bon nasip Allah me bo. Dynja edhe në ahiret. I kishtan në nëz vete, ku e kom babin, unë du me atë ha iftar, apo. Elhamdulillah. Shif, do me thanë, nuk ja japim hakun familjes, tu ja dhan hakun një punë alama të rëndësishme se familja, Islamit. Na kanë thirrë vëllezër të dashur, ai tash dëria aty në qosh, edhe nuk më gjek hiç. Të kisha shku për dynjalek, të kisha shku për punë qera, apo të kisha shku se më pret dënjana tjetër, a kupton? E atëherë do më kish gjek shumë ajo brenda. Tash jom elhamdulillah rahat para Allahu xhella xhelal. Edhe di se Allahu edhe juve
edhe mua që këtë angazhim do të na kthej në hajër. E në hiç s'ka nevojë ma bëti thush gjali babit ti falish namazet se Allah i ta ka bë fars. Që këto angazhimet tona, që këtu që bëhen, reflektojnë mapa në shtëpi, të i hiç pa i dhënë atij dëni nasihat apo dëni këshill. Se e bën e xhuhdin, të e dha e gajretin, Allahu Teala mapa të udhëzon tyje në rrugët e hajrit. Dhe qëllimi jon më elementar, që jemi koncentruar tamamile, është familjet na bën rrugë të Islamit, Allahu na e bëft nasib. Sot ishim prap misafir namaz të drekës dhe vazhdum nga qitapi të lexojmë, po ta bëjmë një përsëritje, ky xhamat i bekuar këtu mos i hike dersi. Imam Gazaliu na tregon se si mund të agjërojmë si evlia të vërtet, si musliman të zgjedhur, që nuk e ka për qëllim vetëm hajtë të më hiqet pi qafe të bëjat farz, po të bëjat tamamile si duhet. Me kemal, i thuin, me kemalat, me përsoshmëri të plot, me bëhat të ibadet. Dhe thot kjo kalon nga 6 pika. Pika e parë ishte me i rujt, thon 6 pikat kanë bëjnë me i rujt këtë organet. Se zemra është një bazen, organet që i kemi janë kanale. Dhe me çka i mbushim ato organe, ai bazen çashtu mbushet mapa me atë ujë. Prandaj, nëse do lëshojmë ujë të përlyer, edhe ai bazen aty do përlyhet. Nga ujë i përlyer der vetëm bërllok, vetëm pislajk, mapa edhe nga zemra do shkojnë në jetët këqija, Allahu Teala na rujt zemrat. Pika e parë thot është me i rujt shikimet, synin. Pika e dytë ishte me rujt gjuhën, dhe gjuha ruhet duke ruajtur nga fjalët e kota, nga gënjeshtrat, nga gëjbeti me fol mas shpine, me bart fjalë, ki ka thënë për taj, ki që këshu ka fol për tyje, do ulema kanë thënë edhe fjalët e mira bile mos ja përcjellni një tjetrit. Për neve është ajo diçka pozitive. Ku ka ma krenari për mua, se kur ma bie një shok i dashur, hoxha, që ki filani të ka lavdru shumë tyje. Edhe këtë bile thunë ulemat mosni, se dhe aktivizohet shejtani, mas këtin e fjalëve të bukra, dhe thush që këtë. Ama, i majrë është, ama, e në hiq me se vazhdu ma tutje, është parim në gramatikën edhe arabe edhe në gjuhën shqipe, fjallën por, edhe anglisht është but, edhe, si i thunë gjermanisht, aber, të fajnë, si i thunë, si aber, por, ha. Fjalla por, që edhe arabisht është, bel, është për idrap, i thunë arabët. Idrap do të thot, fjalin para prake, e kthen komplet në një kuptim të kundërt. E kthen komplet në kuptimin e kundërt. Te kur thush ai i mirë është dhe ka fol mirë për ty, ama me çka amën e fshojnë te këtë. Në këto fjalë të mira shndron në fjalë negative. Edhe pse nuk e vazhdojsh me fjalë të këqija. Kur e vazhdojsh dyfishohet ajo e keqja. Ulemat kanë qenë shumë preciz në këto punë, se i kanë besuar shumë më fort ahiretit. I kanë besuar shumë më fort se këtyre shpërblimeve që mund t'i fitojmë, sidomos nga agjërimi. Dhe tregum një rast, kanë qenë 2 gra, ndoshta pak në mosh, që kanë agjeruar vaktin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe u vënë shamrand. Eten shumë, untohen shumë dhe kërkojnë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Leje a mund ta prishim ne agjerimin. Dhe a dërgojnë një gjallë të ri, thotë shko pejt e pejgamberin për çka mesele. Pejgamberi alayhis salam e mori një enë, ja dhati gjallit të ri dhe i tha shko te ato 2 gra plaka, thuj le të vjellin. Ato kur e murën atë enë, pejgamberi ka thënë do vjellin, me njerë në atë moment vjellin. Vjellin gjak dhe mish të papjekur, mish njeriu. Njëtë si thot Allahu Teala në Kur'an, ata që flasin mas shpine, a dëshironi t'ja hani mishin e ati vllau tuaj për së gjalli. Fe kerih të muhu, Allahu thot e di se nuk ju pëlqen hiq. Veç momentin kër e imaginojmë mishin e njeriu, nuk jemi Hannibal neve. E sidomos ai tjetë vllau jot, që çdo ditë ke harxhu kohë bashkë në xhami, bashkë kemi bë sejdë Allahut në xhami, mishin e atij të hash fe kerih të muhu. Nuk ju vjen hishme apo. E pejgamberi alayhis salatu wasalam pastaj u asqaron këtë gjendje muslimanëve tjerë. Ato 2 gra kur zatekeshin në shtëpi, si të uleshin, ditë e natë vetëm gibetin e njerëzve bëjshin. Fol për atë keq, fol për këtë keq, fol për atë keq. Dhe kjo Allahu Teala va ka falë si një begati që ta shohin me sytë e tyre se në realitet çashtu është. Jo çdo gjë që na shohin sytë janë realitet.
bas që këtyne perdeve që i kemi në sy, ne besojmë ka me lajqe. A është xhami kjo? Tu ka me lajqe. Hajde o gjo kallëzomi, po sën ti kallëzoj, ama i besojnë 100%. Edhe Allahu nëse thot, ai që flet më shpine, ha, mish, për zgjalli, ngoj, qatë e kije po që, nuk e shofëm neve. Ama nëse i besojmë pejgamberit, duhet më. Dhe thot pejgamberi a.s. Çudi, të dy gra, gjithë ditën, e kanë dalë veten nga halali, ujti, ku e di, kafja, çaj, nuk e ndalin veten nga haram. Interesant kjo. Allahu mos na bof nasib të i mashtrojemi shejtanit. Pika e tretë. Një organ tjetër duhet me rujt. Veshin nga dëgjimi i çdo gjëje që është mekruh e pahishme te Allahu xhelle xhelalu. E kuma haramin, thot Imam Gazaliu. Sepse çdo gjë që është haram me shpreh, është haram edhe me dëgju. Unë e tash me ushajt, estakfirullah, me përdor fjalë të pahishme. Si hy unë në gjunaf, hyni edhe ju në gjunaf nëse nuk më thoni hoxha mati fjalët më shilegoj. Se bojmi ortak neve në atë fjalë të keqe. Ama për çat neve hoxhallarit kemi do të temsile, adin të shënhim direkt në gjuna dhe i përmendim, mapa nalt inshallah tu pi kafe me temsile, mund të flasim pa problem direkt ato fjalë, së i përmendim, kuptohet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, el mughtab wal mustami' sherikani fil ithmi. Ai që bën gibet, thon vetë që i përdor ato fjalë tek xhia mbas shpinës të një muslimani tjetër. Wal mustami' dhe ai që e dëgjon këtë bisedë janë sherikani fil ithm. Të dytë janë ortak në këtë gjuna. Allah ya Rabbi na jep këtë iman të plot. Na jep këtë iman të plot, ja na shkojnë sevapet e agjerimit kot o xhamat. Kot sa pejgamberi alayhi salatu wasallam, sa agjerues ka që kur bëjnë iftar, sevape kanë vetëm që kanë det unët edhe të etur. Pika e katërt, duhet me i rujt këtë organet qera, si për shembull duart edhe këmbët nga çdo punë e pahishme. Bile edhe barkun, lukthin duhet me i rujt nga gjëra të dyshimta kur ham iftar. Si me ath Imam Gazaliu që këtu te ne, e ne na mban ders. Se thot, s'ka kuptim agjerimi i agjeruesit musliman, kur ai ndalet nga halali që e ka brenda dite, ujti, ku e di, kafja, cigaria nuk o. Shif, nuk o halal, thon. Shif, nuk o halal, e në është haram, janë dy gjërat kundët. Tamam. Nuk o xhaiz, do të thot, nuk duhet ta pish. Ama haram, unë atë shkollë që e kam kry, nuk i them, tamam, ama tahrimen me kru. Ne jemi mesebi Hanefi, Imam Muhamedi është imam i madh i mesebit ton. Ai thot çdo me kru është haram. Xhamat, mangat është haramit se sa halal nuk diskutohet. Shif halal s'e themi cigares. Haram nuk është mirë me i thanë shkaku i argumentimit. Ani çështje teknike është cigares, a do i thujmë haram apo jo. Vepër është problematike shumë. Ama hoxha jo ashtu ka thënë, me më dhanë, sa kitë dynjaja altan, me më dhanë, haram së një thonë. Se Allah në Kuran, hadithi i pejgamberit direkt, nësë i thonë kësaj, direkt nuk i ka thënë haram. Ama me më dhanë, prapë që ato pasurit e këtë dynjas, një cigare në goj nuk e shti. Njëni nalte ka keq kuptu, unë e kom bot të ube pi kafeve të tepërta. Jo për cigaren elhamdulillah nuk e kam shti asë një ngoj, inshallah Allah va bon nasib sa ma shpejt të alini ati let, edhe jo mas i të alini ma pa mbas 12 vjetë, mbas 15 vjetë, ti këthejemi prap. A më thoi diherë se ka si. Thot s'ka kuptim agjerimi i muslimanit, nëse gjatë ditë ruhet nga halali, pastaj në iftare të pron atë halal dhe shëndrohet ajo në mekruh, se e dëmton edhe shëndetin, po e dëmton edhe nefsin e aktivizon shumë, pastaj i kujton që ato epshet apo njetet e këqija. Shpejt t'i kalu edhe 2 pika që tjetë halis e mbarum, do me thanë, dersin. Pika e 5 është, mos e teproj ushqimin halal, që mos i mbushet barku, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, ena më e urryer te Allahu xhelle xhelalu është një lukth i mbushur me ushqim. Bile merr do shembuj si me na përshkruajt neve. Do me thënë, nuk i ka hije thot muslimanit, ta në ditën të rije unët, ama ta në ditën të bëje planifikime që ka dhe ha në iftar. Ne që këtu. Ku dhe shkoj dhe blej buka. 2 orë bëj mustim, neve
atë ka vendlindja jon, i kemi do katunde që shesin bukë vërtet të bukur. 2 orë shkojmë bëjmë udhëtime, të blejmë një bukë se do ta hama të iftar. Nëse vazhdoni Imam Gazali, ma gjatë i sqaron këto, po mos e zgjasim shumë. Dhe pika e 6 është se thot muslimani duhet ta kesh dorë zemrën e thyer, a thua vallë, ama boni kabul Allahu Teala këtë ibadet. Ama boni kabul Allahu Teala këtë ibadet. Dhe sjell një transmetim nga Hasan el Basriu, sjell një transmetim nga Hasan el Basriu se ka pa do gjem të ri duke u qesh në ditë Ramazani. Dhe i thot Hasan el Basriu, hajrolla, a e garantu xhenetin? O shpejtojni se janë ditë të numruara këto. Ata që shpejtojnë në hajratën që këto ditë, ata dëshpëtojnë. Ata që ngecin, ata që neglizhojnë, fekat habu, dhe bëhen rezil, apo do të humbin dhe do të dalin të dështuar në botën tjetër. Allahu na ruajt mos jemi nga ata të dështuarit. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet me qesh, nuk duhet me bë muhabet. Jam kënaq që këto 3 ditë, elhamdulillah, sa herë që shkoj misafir, dalin asi shoqni që nuk o mirë hoxhat qeshe me lot, ama që ndodhe. Lot na dalin për të qesh. Allahu ju shpërbleft. Kam kalu shumë mirë. Jom shumë i kënaqur, edhe Allahu Teala qofti i kënaqur pe juve. Kjo sigurisht nuk do jetë hera e parë dhe e fundit. Ama edhe juja mos jetë që u pam për herë të parë ne të harrohemi. Në Tetov jemi aty. Ngat është Tetov apo? Sa ngat një 1000 kilometra kapi këtu. Hipish avionit për 2 orë atyje. Kur të ktheni shtëpia tuaja për vizita familjare që i bëni, ju lutem, hatër Allahut këtë lasi amanet, me gjithë shpirt, me gjithë zemër që kështu, do t'ju pres të vinin Tetov, e unë të vabëj ato sejgia edhe t'u akthej. Allahu ju shpërbleft, ma bëjni halal nëse kam gabu diçka, unë jom i ri dhe pak do kontrolla nuk i kemi si duhet. Dhe njerë lapsus hik diçka, pa dashta se kom bo, na bëjni halal, kërkoj njerë falje pe Allahut, ma për edhe pe juve, unë jom shumë i knaqur, nga ne ime halal e keni, tash e merë kryetari që mashallah këtë ja bon sa i gjen edhe agje, Adil Bosi, bujron të inqizojen e atë, të zbukurem pak kanalin e YouTube-it. Mere me që. Që më otit, inshallah, Zotin a ka bo këtë pekume, ka bo të agjerimi. Amin. To elogje që i tha për mu, të ishin jo për mu, po për te, inshallah. Te Allah i shpërbleft me xhenet, i kisha përgatit diçka kështu, po dhe fol pi zemrës. Mama e liro. Gjatë këtyre 3 ditëve, inshallah, sa do pak që na ka treguar ders hoxha, inshallah na ka hip në zemër, jo vetëm në kri, e inshallah jesin këto kujtime për gjithmonë. Do të jetë, besoj se jo e fundit, po do jesh inshallah këtu vjen për herë. Allah që përbleft mu personalisht dhe disa shove që kena qonë ma shumë me ti, na ke lorë një përshtypje shumë madhe, e në zdisit e të falëmenderoj, kena pas misafir shumë të gëne, që gjami për herë ka qonë me misafir të veçant, pra ndaj ti do gjesh njën nga të veçantit, të zemra ime, falëmenderit shumë, Allah që përbleft, Zotit të ashtoft ilmin, Amin. Zotit të udhëzoft edhe më shumë, edhe inshallah dalin gjenerata si kur ti. Une ta garantoj se do të vim me shoqni, do të vizitojmë ke me xhliset që i ke ti për herë gjithmonë, atë që në Tetov. Inshallah nesër rroga e hajrit qoftë, edhe familjes edhe kitë shokëve që në vendligjet vë bësh selam. Ju faleminderit, më bëni halal.